sikurse ishte kjo në Elbasan, ndonse në orar mbrëmje, por afër një karburanti, por akoma me rëndë është vrasja në rreth rrotullimin e Rinasit, diku pas mesdite. Çfarë tregon kjo për gjendjen e sigurisë publike në vend? Jemi në fund të 2025, pra në muajin dhjetor, dhe një muaj dhe mbyllet viti dhe sigurisht do të bëhet bilanci edhe për situatën e kriminalitetit në vend. Po ato çfarë kemi deri më sot me ngjarjen e fundit të Elbasanit, kemi 19 vrasje, nga të cilët 6 janë pasbardhura, të cilët janë ngjarje të rënda dhe janë edhe pa autor. Ku përfshihet dhe rasti i Rinasit që ju përmendët, ku ishte një nga atentatet më të rënda të ndodhura në 35 vjet. Më të rënda për shkak të përmasave, për shkak të përfshirjes të mjeteve edhe të njerëzve në këtë atentat dhe për vendin ku ndodhi dhe të përfshirjes së një punojësi të një strukture si është Agjencia Mbikëqyrjes Policore që hedh ato dyshimet që ne kemi që në brenda strukturës ka persona të cilët klasifikohen si nga pjesëmarrja apo shoqërimi i personave me precedent, pjesëmarrja në shitjen e dhënies së informacioneve, në persona të cilët punojnë dhe janë pjesë e strukturës së krimit të organizuar dhe për persona të cilët jo vetëm janë bashkëpunëtor, po janë edhe persona që nxjerrin në prit për të ekzekutuar persona të palës kundërshtare. Dhe gjitha këto e rëndojnë atë lloj situate dhe forca reaguese e një strukture e cila në rastin më të keq nuk ka pasur mundësi të ndërtojë një terminologji apo të ndërtoj një taktik për mënyrën se si mund të reagoj në rastet kur ndodhin atentate të kësaj natyre. Pra kemi të bëjmë me një normalizim të dhunës, po normalizohet dhuna, zoti Softa, dhe ekzekutimet e hapura në Shqipëri? Shiko, unë nuk mendoj se është normalizuar dhuna, por ka ndryshuar tipologjia e krimit. Tipologjia e krimit është shumë më e ndryshueshme dhe fatkeqësisht ne po ndeshemi me të njëjtën formë, pra automjetet vjedhura, qellohet nga automjeti ose dilet nga autorët të maskuar nga automjeti, ku shpeshherë nuk është vetëm pulimi i fytyrës, por përdorimi edhe i kamuflazheve, ekzekutimi, largimi nga vendi i ngjarjes, djegja e automjetit dhe humbja e provave. Dhe jo vetëm rastet e atentateve kur përdoren armët Kalashnikov apo armë të tipit pistolet, por edhe përdorimi i lëndëve eksplozive. Pra këta janë dy tipologji të krimit të organizuar që po përdorin automjetët, këto skema, dhe përdorimin e eksplozive, siç ka qenë rasti ke rreth rrotullimit në Tegu apo raste të tjera të vendosura në për banesa apo në për automjeta, që kemi humbje jete apo kemi edhe persona të plagosur. Pra këta janë dy forma që krimi ka ndryshuar dhe po përdoren si skema të suksesshme në thonjza përballë strukturës policore e cila ka për detyrë e para parandalimin dhe pastaj reagimin dhe deri në gjetjen e dëshkimin e autorëve. Okej, analizuat se si ka ndryshuar krimi, tipologjinë e krimit. Nga ana tjetër, policia, zoti Softa, është sot mjaftueshme e pajisur, e trajnuar, e organizuar? Shiko, edhe kjo kërkon një analizë, duke parë, po themi, vitin 2025, është shumë e rëndësishme ta bëjmë këtë analizë. Nuk do numërojmë atentatet dhe çfarë është e pasballur, por do të analizojmë vetë punën e saj. Kur themi punën e saj, do të thotë nivelin profesional, do të themi pajisjet bazë, të cilët janë shërbimit, automjetët, veshjet antiplum, uniformat të tyre dhe mënyrën se si policia duhet të jetë e shtrirë në territor dhe mënyrën se si strukturat e saj, të cilët nuk janë pak, po janë shumë, duke filluar që nga shërbimi i qarkullimit rrugor, duke filluar që nga policia kriminale, duke u nisur që nga reparti i shqiponjave, duke u nisur që nga reparti i forcave speciale, duke u nisur nga patrullat, autopatrullat, patrullat këmbësore dhe shërbime të tjera të sigurisë. Dhe gjitha këta duhet ndërtohen në një harmoni, duke marrë përsipër kontrollin e territorit dhe harmonizimin e këtyre strukturave, duke pasur planet veçanta, duke shtuar dhe teknologjinë. Për shembull, nëse ka drone të cilët janë drone operativ, në cilët raste përdoren dhe kush i mban. Nëse duhet kemi një ndërhyrje ajrore nërmjet helikopterit, dikur forca speciale i kanë pasur, sot nuk e kemi. Dhe sot është domosdoshmëri e helikopteri. Ne kemi pasur abuzime ose të akuzuar për abuzime kur ministra mbrojtjes i përdornin këta për qëllime elektorale, helikopterët, ose lëvizje kur edhe Tony Blair kur erdhi në territor zbriti nërmjet një helikopteri. Ne po flasim për helikopterët të cilët i vlen forcave të strukturave të sigurisë për të rritur eficiencën dhe forcën goditëse, sepse helikopteri nuk është më një komoditet pavarësisht nga kosto,
por do të përdoret në ato raste, madje edhe duhet të sprovohen forca në terren, sepse ngritja e tij është e para një goditje psikologjike për ata që kryen krime, e dyta kontrollon nëpërmjet ajrit lëvizjet e mjeteve dhe orienton forcën në terren, shkon duke zbritur, përveç orientimit të forcave në terren, duke zbritur nëpërmjet litarëve dhe zbritjeve të cilët janë profesionale, duke kryer dhe kërcime në gjë që do të bënte të mundur kapin e autorëve, mosdjegjen e makinës dhe marrjen e provave. Dhe ndoshta edhe kapin e autorëve, gjë që do të krijonte një lloj paniku tek strukturat e krimit, të cilët do të thonë që shikoj nuk është më e thjeshtë të kryesh aq më tepër të inkurajohen dhe të kryen atentate në vende të dukshme dhe ambiente publike, sidomos në vende siç aeroporti në nivelin më të lartë të sigurisë. E tjetër është pagesa